Duket se sekretet po plasin njëri pas tjetrit në shtëpinë e Big Brother dhe situata po bëhet çdo ditë më e tensionuar. Pas akuzave që Labinoti i bëri Tonit, këtë herë është vetë Toni ai që kthehet me një deklaratë të fortë, që trondit gjithë banorët. Në mes të debatit, Toni ngrihet dhe me një ton të rëndë thotë se edhe ai ka gjëra për të thënë. Ai pretendon se vite më parë, kur Labinoti kishte pasur probleme me disa dokumente dhe i duheshin letra për të zgjidhur disa punë financiare, Toni ishte përfshirë në atë situatë për ta ndihmuar. Sipas tij, Labinoti i kishte kërkuar ndihmë për të rregulluar disa dokumente që i duheshin për të aplikuar për kredi. Dhe Toni tregon se gjithë procesi kishte qenë shumë i ngatëruar dhe i paqartë. Ai nuk jep detaje të plota, por le të nënkuptohet se gjërat nuk kanë qenë as pak të rregullta dhe se, sipas tij, Labinoti ka fshehur shumë gjëra nga banorët. Banorët acarohen, disa hapin syt nga habia, të tjerë thonë se nuk duan të përfshihen në çështje të tilla delikate. Në shtëpi nis të ndihmohet një tension i madh, sepse të dy palët pretendojnë se po zbulojnë të vërteta të forta për njëri tjetrin. Shkurta komenton në NZ se këto janë gjëra serioze dhe nuk duhen hedhur kot, ndërsa Benita thot me nerva se po sheh një spektakël të vërtet hipokrizie. Eliona, e cila nuk ishte e përfshirë në debat, mbulon fytyrën nga shoku dhe thot se kjo situatë po del plotësisht jashtë kontrollit. Toni vazhdon duke thënë se nëse Labinoti vazhdon ta sulmojë, ai është gati të tregojë edhe më shumë për të kaluarën e tyre, ndërsa Labinoti shpërthen duke i thënë se Toni po gënjen vetëm për të larë imazhin e tij të dëmtuar. Atmosfera merr flak. Të gjithë e kuptojnë se këto sekrete që po dalin në shesh rrezikojnë të ndajnë shtëpinë në dy kampe, dhe askush nuk e di se kush po thotë të vërtetën e kush po luan lojë.